kur më grisi letërën. Shumë. Ke patur momente interesante. Si kanë qenë komentet e familjarëve tu në lidhje me gjithë eksperiencën tënde? Ke marrë ndonjë kritik? Po, patjetër. Mami për këto fjalët. Po. Mami është gjithmonë ajo që do t'i sheshoj debatet, zot ketë kur debate, por i thash mama ty është një lojë dhe çdo gjë ndodh, nuk pastaj në funditës jemi si më parë. Po Vjera, çfarë tha, se jam kurioze? Shumë e lumtur dhe e kënaqur. Akoma më shumë se sa mami. Akoma më shumë. Që pak më ëmbël. Jo, vetëm doja ta pyesja nëse Vjera ka patur një koment edhe në lidhje me raportin që ti ke patur me Selin aty brenda, sepse i e komentuar vazhdimisht edhe për këtë pjesë. Ajo e ka kuptuar pse unë kam folur dhe i kam thënë disa gjëra Selin për të mirën e saj, edhe ajo gjithmonë më ka mbështetur mua sepse e ka kuptuar për çfarë kuptimi e kisha unë atë gjën, edhe e qartë.